Rubrika jonë e horoskopit është e përditshme. Nga na ndiqni, cila shenjë jeni? Horoskopi datë 18 dhjetor. Dashi. Kjo periudhë sjell për dashin një ndjenjë të fortë rifillimi dhe dëshirë për të marrë kontrollin e jetës personale. Energjia juaj është e lartë, por kërkohet drejtimi i mençur për të shmangur shpërndarjen e forcës. Në punë mund të shfaqen mundësi që kërkojnë vendime të shpejta, ndaj është e rëndësishme të dëgjoni edhe intuitën, jo vetëm impulsin. Marrëdhëniet profesionale përmirësohen nëse tregoheni të hapur ndaj bashkëpunimit. Në planin emocional, dashi ndjen nevojën për sinqeritet dhe qetësi. Çiftet mund të përballen me biseda të rëndësishme që megjithëse të vështira sjellin afrim dhe stabilitet. Beqarët kanë shanse për njohje interesante, sidomos përmes rretheve shoqërore apo udhëtimeve të shkurtra që do të ndërmarrin. Financat kërkojnë kujdes. Shmangini shpenzimet impulsive dhe fokusoheni në qëllimet afatgjata. Shëndeti është përgjithsisht i mirë, por stresi mendor mund të ndikojë në gjumë. Aktiviteti fizik në natyrë do t'ju bëjë mirë. Demi. Për demin, kjo fazë karakterizohet nga nevoja për siguri dhe qëndrueshmëri. Ju kërkoni rezultate konkrete dhe nuk jeni të gatshëm të rrezikoni pa një arsye të fortë. Në punë, përpjekjet e vazhdueshme fillojnë të vihen re dhe mund të merrni vlerësim ose një përgjegjësi. Durimi juaj është arma më e fortë, por keni kujdes të mos bllokoheni nga rutina. Në jetën sentimentale, dermi kërkon thellësi emocionale dhe besueshmëri. Marrëdhëniet ekzistuese forcohen përmes gjesteve të vogla, por domethënëse. Nëse ka pasur keqkuptime, është momenti i dur për të sqaruar ato me qetësi. Beqarët mund të ndihen më selektiv se zakonisht, duke mos pranuar lidhje sipërfaqësore. Çështjet financiare janë në fokus dhe kërkojnë planifikim të kujdesshëm. Riorganizoni buxhetin dhe mendoni për kursime. Shëndeti përmirësohet nëse i kushtoni vëmendje ushqimit dhe të pushimeve. Trupi juaj kërkon një ritëm të qëndrueshëm këtë ditë. Binjakët hyjnë në një fazë dinamike, plot ide dhe komunikim intensiv. Mendja juaj është aktive dhe e gatshme për të mësuar gjëra të reja. Në ambientin profesional mund të përfshiheni në projekte që kërkojnë fleksibilitet dhe aftësi të mira komunikimi. Bashkëpunimet janë të favorshme, sidomos nëse tregoheni të qartë në shprehjen e mendimeve. Në dashuri, kjo periudhë sjell surpriza. Çiftet do të rigjejnë gjallërinë përmes bisedave të sinqerta dhe aktiviteteve së bashku. Beqarët tërhiqen nga persona interesant me mendje të hapur dhe energji pozitive. Kujdes nga shpërndarja emocionale, përqendrimi do ju sjellë rezultate më të mira. Financat mund të luhaten për shkak të shpenzimeve spontane. Shëndeti është i lidhur ngushtë me gjendjen tuaj mendore. Pushimi është thelbësor. Kjo fazë ju sfidon të gjeni ekuilibrin mes lirisë dhe përgjegjësisë. Gaforja. Për gaforen, kjo periudhë është e mbushur me ndjeshmëri dhe reflektim të brendshëm. Ju ndiheni më të lidhur me familjen dhe rrënjët tuaja, duke kërkuar më tej sigurinë emocionale. Në punë mund të ndiheni të rezervuar, por përpjekjet tuaja të heshtura do të japin rezultate të qëndrueshme. Është e rëndësishme të mos mbylleni apo tërhiqeni plotësisht në vetvete. Në jetën sentimentale, ndjenjat thellohen dhe kërkojnë mirëkuptim. Marrëdhëniet e qëndrueshme do të përfitojnë nga kujdesi dhe vëmendja që i jepni partnerit. Nëse jeni beqar, mund të ndjeni dëshirën për një lidhje që ofron mbrojtje dhe ngrohtësi, dhe jo aventura kalimtare. Financat kërkojnë një qasje konservatore. Shmangini rreziqet dhe mbështetuni te planifikimi afatgjat. Një ndihmë nga familja ose një ide e vjetër mund t'ju sjellë stabilitet. Shëndeti emocional është aq i rëndësishëm sa ai fizik. Ndaj mos neglizhoni nevojën për qetësi dhe hapësirë personale. Kjo periudhë ju ndihmon të forconi botën tuaj të brendshme. Luani ndjen një rritje të vetbesimit dhe dëshirës për të shkëlqyer. Ju jeni në qendër të vëmendjes dhe keni mundësi të shprehni kreativitetin në mënyra të reja. Në punë, iniciativa juaj vlerësohet, por është e rëndësishme të dëgjoni edhe mendimet e të tjerëve për të shmangur konfliktet e panevojshme. Në dashuri, pasioni është i fortë dhe kërkon shprehje të hapur. Duhet i tregoni ndjenjat partnerit apo partneres suaj, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Çiftet do të përjetojnë momente intensive, ndërsa beqarët do të tërhiqen nga persona karizmatik. Megjithatë, ekuilibri mes egos dhe ndjenjave është thelbësor për harmoninë tuaj.
Financat përmirësohen përmes përpjekjeve personale, por i shmangni shpenzimet me prestigj të panevojshëm. Shëndeti është përgjithsisht i mirë, megjithatë lodhja mund të shfaqet nëse teproni me angazhimet. Virgjëresha përqendrohet te detajet dhe organizimi sot. Kjo ditë është ideale për të rregulluar çështjet të mbetura pezull dhe për të përmirësuar efikasitetin në punë. Analiza juaj e mprehtë ju ndihmon të gjeni zgjidhje praktike, por shmangni perfeksionizmin e tepruar. Në planin sentimental, ju sot kërkoni stabilitet dhe sinqeritet. Marrëdhëniet do të përmirësohen përmes komunikimit të qetë dhe mbështetjes reciproke. Beqarët mund të tërhiqen nga persona të thjeshtë, por të thellë në mendime. Financat janë të qëndrueshme nëse ruani disiplinën. Shëndeti gjithashtu do të përfitojë nga një rutinë e rregullt dhe kujdes ndaj trupit. Kjo periudhë do t'ju ndihmojë të krijoni rend dhe qartësi në çdo aspekt të jetës suaj. Është një ditë e mirë për të fokusuar te vetja dhe për të bërë pushime të herpashershme. Peshorja kërkon harmoni dhe ekuilibër në marrëdhënie sot. Kjo periudhë do t'ju sjellë vendime të rëndësishme që lidhen me partneritete apo bashkëpunime. Në punë aftësia juaj për të ndërmjetësuar është e çmuar dhe mund t'ju hap dyer të reja e t'ju sjellë mundësi që i keni pritur prej kohësh. Në dashuri, marrëdhëniet në çift kërkojnë barazi dhe respekt. Ato do të forcohen përmes kompromisit. Beqarët nga ana tjetër kanë shanse për një njohje të këndshme në ambiente shoqërore, në një takim social ose duke dalë me miqt. Financat gjithashtu kërkojnë një menaxhim të drejtë, shmangini shpenzimet ekstreme. Shëndeti emocional do të përmirësohet nëse rrethoheni me bukuri dhe qetësi. Kjo fazë ju mëson të zgjidhni në çdo aspekt të jetës suaj pa e humbur veten dhe unicitetin që ju karakterizon. Akrepi përjeton sot transformime të thella. Kjo periudhë ju shtyn të përballeni me të vërtetat e brendshme dhe të lini pas atë që nuk ju shërben më. Në punë vendosmëria juaj sill rezultate, por kërkohet të jeni diskret dhe shumë të matur në çdo hap që do të bëni. Në dashuri, ndjenjat janë intensive dhe kërkojnë besimin tuaj të plot te vetja dhe sidomos tek partneri apo partnerja juaj. Marrëdhëniet e sinqerta do të thellohen më tej, ndërsa marrëdhëniet e paqarta do të jenë në një periudhë testimi. Beqarët nga ana tjetër do të tërhiqen nga lidhje që kanë ngarkesë të madhe emocionale. Financat gjithashtu kërkojnë strategji dhe durim. Nga ana tjetër, shëndeti do të përmirësohet nëse ju çlironi stresin emocional. Kjo është një periudhë rilindje për akrepin. Shigjetari ndjen dëshirë për zgjerim dhe aventura të reja sot. Kjo ditë favorizon mësimin, udhëtimet ose eksplorimin e ideve më tej. Në punë, vizioni juaj afatgjatë dhe perspektiva juaj unike, ndryshe nga të tjerët, do t'i frymëzojë ata rreth jush. Mund të merrni lajme për një promocion, frytet e të cilit do t'i shikoni në vijim. Në dashuri, çiftet kërkojnë liri dhe sinqeritet. Marrëdhëniet që respektojnë hapësirën personale të secilit do të lullëzojnë më tej. Beqarët mund të njohin dikë përmes interesave të përbashkëta. Aspekti financiar është i mirë, financat do të përmirësohen gradualisht. Shëndeti është gjithashtu i mirë, por duhet të ruani balancën me britsjapi. Dita dhe energjia planetare e favorizon britsjapin në fushën profesionale fal ndikimit të fortë të Saturnit, planetit tuaj sundues, i cili ju jep përqendrim, durim dhe aftësi për të marrë vendime të pjekura. Në punë do të ndiheni të sigurt në pozicionin tuaj dhe do të keni mundësi të rregulloni një çështje që ka qenë pezull. Është një ditë e mirë për biseda serioze me eprorët ose vendosjen e kufive të qartë profesional. Në jetën në çift, nëse kërkoni maturi dhe komunikim të qetë, do të ndjeni edhe nevojën për më shumë stabilitet emocional. Tensionet e vogla që mund të kenë qenë deri sot do të trajtohen me pjekuri dhe jo me ftohtësi.
Partneri ka nevojë të ndihmë mbështetjen tuaj emocionale, jo vetëm atë praktike. Për beqarët, dita nuk favorizon aventura të shpejta, por njohje serioze përmes punës ose përgjegjësive të përvashta. Ujori. Ujori ndikohet fuqishëm nga energjia e Uranit sot. Planeti tuaj sundues duke ju sjellë ide të reja, ndryshime të papritura dhe nevojë për liri në veprim. Në punë, dita është e favorshme për projekte kreative, mendime inovative dhe zgjidhje jo tradicionale. Në marrëdhëniet në çift, kërkoni hapësirë dhe mirëkuptim. Ju ndiheni në më të pavarur emocionalisht nëse nuk toleroni kufizime të panevojshme. Kur partneri respekton nevojën tuaj për individualitet, marrëdhënia përmirësohet ndjeshëm. Beqarët kanë shanse për njohje të papritura përmes rrjeteve shoqërore ose bisedave spontane me njerëz mendje hapur. Financat kërkojnë organizim sot. Edhe pse mund të tundoheni nga ide investimi, astrologjia ju këshillon të mos ndërmerrni rreziqe të pamenduara apo të nxituara. Analizoni çdo hap me qetësi. Shëndeti është gjithashtu përgjithsisht i mirë. Peshqit. Peshqit janë në ndikimin e Neptunit, duke e bërë ditën sot emocionalisht intensive dhe shumë intuitive. Në punë do të ndjeheni më eloquent, por do të shihni ambientin dhe njerëzit përreth nga një perspektivë e re. Kreativiteti juaj është i lartë dhe është një ditë e mirë për punë artistike ose projekte që kërkojnë imagjinat. Në jetën e çift, dita sjell ndjeshmëri dhe nevojë për një lidhje emocionale të thellë. Do të ndjeni dëshirën për të folur hapur për ndjenjat, por kujdes nga idealizimi i tepërt i partnerit. Është e rëndësishme të shihni realitetin siç është. Beqarët janë magnetik dhe do të tërheqin dikë që ndjen të njëjtën thellësi shpirtërore. Financat kërkojnë vëmendje. Neptuni mund të krijojë paqartësi ose iluzione, ndaj shmangini borxhet, premtimet e paqarta ose shpenzimet emocionale. Është një ditë e mirë për reflektim, jo për të ndërmarrë rreziqe. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni videot tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.